Në kampin opozitar duket se ka një situatë kaosi sa i takon listës së kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa gjithçka thuhet se do të vendoset pas ditën e së mërkurës, ku pas një mbledhjeje kryesie do të mblidhet edhe Këshilli Kombëtar. Afati për dorëzimin e listave është deri në orën 24 të 12 marsit, ndërsa orët e fundit duket se janë edhe më problematike në radhët e kampit opozitar. Aleatët e Berishës kanë mundur të marrin 8 vende të sigurta për listat e mbyllura që ndahen mes qarqeve Tiranë, Elbasan, Fier dhe Durrës, ndërkohë që ka raportime se pas Ilir Metës edhe Shpëtimi Drizi mund të kandidojë në listën e hapur të Tiranës, ndërkohë në listën e sigurt si përfaqësuese e PDI-u pritet të hyjë Mesila Doda. Për deputeten e PDI-u ishte raportuar se do të riqej nga kandidimi, por dukej se kjo ishte thjesht një manovër, ndoshta për të bindur Berishën që të lëshonte pe në raport me PDI-un, duke i lënë 2 vende të lira në listat e sigurta, por me përjashtim të Tiranës, e cila për shkak të numrit të lartë të mandateve për deputet, plot 37 të tilla, ka numrin më të lartë të deputetëve në listën e sigurt, 12 vende në qarqet e tjera. Numrat janë mjaft të kufizuar, madje edhe në Tiranë, nëse kihet parasysh fakti se nga 12 vende 4 i përkasin aleatëve, 2 PL, 1 PR, 1 PDI-u. Demokratëve të Berishës i mbeten vetëm 8 pozicione, dhe për këto vende natyrisht që do të ketë përplasje: Bryla, Qef Mbetje, Sali Berisha, Josefina Topalli, Edi Paloka, Belind Kolliçi, Albana Vokshi, Klamur Noka, Besar Xhaferi janë tashmë të vendosur në listën e sigurt të Tiranës, dhe mbetet vetëm një emër që do të plotësonte 8 shen që i përket demokratëve në qarkun më të madh. Sipas gjasave, emri që do të hyjë është ai i Klevis Balliut, por në gar janë edhe Dhurata Çupi dhe Ervin Minarolli, dhe edhe duket se rezultatet e primareve, emrat më të votuar ose nuk do të merren parasysh, ose do u ofrohet një vend në listën e hapur. Por cilët janë disa nga emrat e njohur në radhët e demokratëve që duhet të luftojnë të mbledhin vota jo vetëm për partinë, por edhe preferenciale? Jorinda Tabaku, deputetja e Tiranës, e cila mbajti një qendrim të distancuar gjatë përplasjes së fortë Berisha-Basha, duket se do të jetë pjesë e listës së hapur. Siç duket, kjo është fatura që deputetja demokrate duhet të paguajë për mos pozicionimin në kohë në krah të Berishës. Kreshnik Çollaku, deputeti i qarkut Dibër, gjithashtu do mbetet ose në listën e hapur, ose do t'i duhet të bëjë pushim, por nuk ka pse mërzitet shumë, pasi ka edhe plot kolegë të tjerë deputet që do të mbeten në listat e hapura: Edmond Spao, Ledina Aliolli, Eleni Qirici, të tre në qarkun e Korçës rrezikojnë të mbeten jashtë listës së sigurt, po kështu në qarkun e Elbasanit, Zheri Gjergji ose Dash Sula rrezikojnë të jenë në listë hapur, ndërsa një vend në listën e sigurt të opozitës i përket Partisë së Lirisë. Në qarkun e Fierit janë Ilda Dhori ose Sajmir Koreshi, që do duhet garojnë mes tyre për një vend të sigurt, ndërsa në Lezhë situata bëhet edhe më interesante, pasi janë Elda Hoti, Lidita Metaliaj, Kastriot Piroli që duhet hedhin short se kush do të mbetet në listën e hapur, dhe në Kukës është Yusuf Çelaj, që pavarësisht se opozicionuaj që në momentet e para në krah të Berishës, në përplasjet që ky i fundi pati me Lulzi Bashën, do duhet të garojnë në listën e hapur. Emrat sipas qarqeve: Durrës, Iglit Sara, Luan Hoti, Adja Ulliri, Shkodër, Nard Doka, Gjokastër, Arben Ristani, Korç, Edmond Spaho, Ledina Aliolli, Eleni Qirici, Elbasan, Zheri Gjergji ose Dash Sula, Fier, Ilda Dhori ose Sajmir Koreshi, Lezhë, Elda Hoti, Lidita Metaliaj, Kastriot Piroli, Kukës, Yusuf Çelaj, Tiranë, Gligels Muçollari, Mysly Murizi, Mimoza Hajdarmataj, Ilda Zhulali, Shpëtimi Drizi, Hysen Kadiu, Ilir Ahli Mehmeti, Kreshnik Çollaku, Jorinda Tabaku.